atyre investime strategjike për zonat e mbrojtje dhe sekunda dhe për rastet konkrete, janë adresuar të tilla dhe janë bërë pjesë e debatit të publik dhe përmes këtij dokumentacioni kërkon kryeministri çfarë të reflektojë këtë problematika duke adresu këto shqetësime. Është një përpjekje edhe për ta rikthyr besimin e qytetarëve të cilët për hir të vërtetës ka humbur, sikundër edhe një përpjekje për të dhënë një vizion tjetër Shqipërisë për të marrë gjithmonë në reforma. Është një vend gjithmonë që prodhon reforma. Ai futet në një cikël krizash her pas hershme dhe dokumenta strategjik që proklamohen si të tilla her pas here marrin formën e një dokumenti si rilindja urbane, si rilindja po themi që proklamuar që në fillim apo në rastin konkret emri dokumentit strategjik në emrin BESA. Është një përpjekje për t'i kamufluar problemet, por që ndihet presioni. Një presioni dhe si tillë Rama kërkon të shpalos një vizion të ri për vazhdimin e qeverisjes duke i kërkuar paktin me qytetarët, besimi i cilëve ka humbur për hir të vërtetë. Është një përpjekje si thënë për ta rikthyer këtë besim të humbur, për këtë të humbur dhe kështu si do të lexu. Do të parë në sensin e asaj që është një krizë besimi për hir të vërtetë, gjë që pranohet edhe përmes përmbajtjes së këtij dokumentacioni, por që në vetvete përdoret më tepër si justifikim pikërisht për dal nga kjo situatë dhe për ta shpërqendruar vëmendjen ku qeverisja është koshciente për problemet dhe si tillë kërkon të reflektojë zërin e qytetarëve dhe për t'i adresuar çështjet për zgjidhje. Zoti Lezi, duke qenë se dokumenti flet për dëgjimin e shoqërisë, pse qytetarët duhet të besojnë se këtë herë do të dëgjohen, kur nga ana tjetër shumë protesta dhe ankesa ndaj qeverisë janë anashkaluar, pra nuk ka patur një përgjigje? Po, e vërtet e nderuar. Ashtu siç thoni edhe ju, pikërisht ke fundit e jep edhe përgjigjen e asaj që ky skepticizëm ekziston në kuptimin falë historikut të historikut më pashëm, por gjithë problematikat për cilën protestuesit zëri qytetarëve i kanë ngritur në format që edhe masive edhe protestave vogla, po edhe zërit qytetarëve të cilët nuk janë gjezidhash, pikërisht ky skepticizëm historik i cili e bën të dyshues pikërisht realizimin e atyre pikave dhe objektivave të dokumentit të BESA dhe ky lloj skepticizmi i qytetarëve është arsyeja kryesore të cilët ato sot janë në shesh dhe kanë ngritur situatën në alertit pikërisht nga mungesa e besimit të tyre, nga mungesa e besimit se pavarësisht që përpjekjet që bëjnë qeveritë për ta shuar zërin e qytetarëve, ekziston edhe një skepticizëm, një bozbesim, i cili është i ngulitur thellë në historicizmin e tyre. Kemi parasysh qeverisja të konsumon, jemi në mandatin e përfundimit të tretë dhe ai kërkon një mandat katërt, mandat i cili tashmë të gjithë qeveritë konsumon dhe kërkon përmes kësaj që ta rifitojë një besim i cili është thyer dhe diçka e thyer është shumë vështirë për të ngjitur, por që pikërisht për këtë arsye që ekziston ky mosbesim qytetar i cili ka bazë reale që vjen pikërisht edhe nga arroganca e qeverisjes, nga mosdëgjimi i zërit qytetarëve, moszgjidhja e problemeve të tyre, anashkalimi i tyre e shumë të tjera të cilët dashur janë dëshmuar përmes edhe po themi historikut të protestave që kanë ngelur pa një përgjigje, pa një rezultat, po ashtu edhe po themi edhe konsultimet formale. Shpesh investimet strategjike që janë bërë në Shqipëri kanë një detyrim ligjor edhe për të dëgjuar zërin e qytetarëve, jo vetëm ato strategjike, por të gjitha të cilët prekin interesat e qytetarëve dhe komuniteteve. Është një detyrim ligjor në kuadrin e standardit të Bashkimit Evropian, por në rastin e realitetit shqiptar, ato më së shumti janë bërë formale dhe ky zë nuk është dëgjuar dhe janë anashkaluar apo janë manipuluar qoftë tryeza e dëgjesa e publike e konsultimeve, në sfundi
ishim dëshmitar edhe një farse që lidhesh me debatin apo me konsultimin publik për reformën territoriale dhe ndryshimin e hartës administrative, ku me një vendim politik arbitrar synohonte të fshihen nga harta politike një numër i madh bashkisë ku prekin direkt jetën e qytetarëve, dhe si i tillë kjo pakënaqësi ekziston edhe për shkak të historiku dhe fakti që edhe një dan forca dhe arroganca e pushtetit e cila vjen për shkak të numrave e ka bërë atë të cilët perceptimi i publikut të jetë i tillë saqë çdo lloj zëri i ngritur ndaj qeverisë do të jetë i humbur në kuptimin i harruar, sepse nuk e ka peshën e asaj që mund ndryshohen. Ne kemi parasysh disa nisma të cilët janë bërë edhe nga shoqata, aktorë të rëndësishme dhe partitë politike, të cilët kanë kërkuar ndryshimin e ligjit për referendumin apo janë marrë nisma të tillë, dhe ky zë ka humbur, në kuptimin nuk e ka pas atë fuqinë e saj vendimarrëse për të ndryshuar atë vendimet publike. Kemi parasysh edhe zhvillimet e fundit në parlament jetën politike, aty ku përfaqësuesi një partie politike të opozitës edhe në minorancën e vet ngre zërin e shqetësimit qytetar për një numër të probleme, por edhe në mënyrë arbitrare, në mënyrë arrogante, ai përjashtohet nga jeta politike në kuptimin për vend një masë administrative. Sepse çfarë ka një qëndrim për sa i përket problemeve të caktuara. Sikundër edhe vetë e opozita gjithmonë ka ra prej e numrit kartonave dhe nuk është dëgjuar zëri qytetarëve. Dhe pikërisht për këtë arsye ekziston ky lloj mosbesimi midis qytetarëve dhe qeverisë. Dhe qeveria përdor këtë dokument edhe si një strategji, si mekanizëm pikërisht për të rritur llogariadhënien dhe sikundër edhe për të ndikuar edhe në vendimarrjen e saj përmes të kësaj ligjese, por skepticizmi ekziston. E qartë. Zoti, nga ana tjetër, dokumenti flet edhe për kujdesin dhe cilësinë e shërbimeve. Mendoni se do të ketë përgjegjësi për zyrtarët të cilët dështojnë në ofrimin e këtyre shërbimeve, dhe nga ana tjetër nëse një ministër apo institucion nuk përmbush objektivat e dokumentit BESA, çfarë ndodh? Mendoni se do të ketë pasojë konkrete? Po nderuar, absolutisht, po kjo është standard për hir të vërtetës në çdo lloj qeverisje, ku titullari i çdo institucioni, aq më tepër një ministri, lidhet performancën e punës time, arritjen e objektivave politik, ekonomik sipas strategjive sektoriale që ato kanë dhe drejtojnë, dhe si i tillë në rast se nuk do të realizohen si të tilla, nuk ka arsye pse të shkruani një dokument të tillë, por kjo tregon faktin që është një hendek i madh midis asaj që premtohet dhe asaj që realizohet, dhe si i tillë për të rritur edhe shkallën jo vetëm presionit, por edhe të përgjegjësisë ndukje, është parashikuar si i tillë, po kjo nuk ka arsye për të qenë i tillë, sepse automatikisht çdo kush është i larguar apo edhe i emëruar, sepse kjo varet më së shumti nga vullneti i kryeministit. Kemi një kryeminist fuqi plot, i cili vendos vetëm për çdo gjë, në kuptimin e asaj që ai sa kryeminist është edhe ministër dhe nuk kanë autoritet të gjithë varësit e tij në raport me fuqinë vendimmarrëse, dhe si tillë vendimet që lidhen me emërimet apo shkatërimet ka gjendë të tilla, madje ne kemi dëgjuar edhe zëra ku janë bërë publik, ku nuk dinte absolutisht X ministër apo X titullar institucioni sepse do emërohet në këtë vend apo do të shkarkohet. Ata kanë ardhur në mënyrë të beftë, pa lajmëruar dhe pas një analizë dhe konsultim, dhe ka qenë më tepër një qasje individuale. Por përballë kësaj situate, kryeministët tenton edhe vetë të marrin në presion, duke thënë që keni dytërimin për të përmbushur të objektiva, dhe si kush është në nefin e perit që lidhet me pikërisht përmbushjen e tyre. Në të kundërt do të marret vendimet përkatëse, por më tepër është një diçka formale se sa për të rritë përgjegjësinë do të llogaridhanë në raport me qytetarët dhe objektivat të synuara. Zoti Lezi, nga ana tjetër, BESA kërkon që vendimet të bazohen në prova dhe evidencë. Nga ana tjetër, cilat vendime të mëparshme të qeverisë mendoni se do të rishikohen në bazë të këtij standardi?
E nderuar, kur themi vendimet, kjo është një parim esencial në gjitha vendimarrjet që lidhet, që merr për bazë dhe ka input kryesor informacionin. Kur themi informacionin, faktet dhe rrethana kundër gjykata, që merr vendimet bazuar në fakte dhe rrethana dhe prova dhe si e tillë edhe është një parim universal. Kjo nuk ka arsye pse të përmendet si e tillë, por nuk besoj që vendimet do të kenë efekte papërvepruese sepse ato i kanë prodhuar si të tilla. Pa dashur të kalu në projekte nominale, askush nuk mund të marrë vendime për t'i anulluar apo t'i delegitimuar ato për shkak të faktit që janë formalizuar apo janë për shembull investimet kapitale strategjike në ura, në ato rrugë, shumë projekte, është shumë e vështirë për t'u anulluar sepse do të ballafaqohet ka klauzola të tilla këto lloj marrëveshjes, të cilët ekspozojnë rrjetet financiare ekonomike, po dhe jo vetëm qeverinë shqiptare dhe entet prokuruese për dëmshpërbime të tjera. Ndërkohë që pra shkosa që nuk janë realizuar disa projekte të cilët janë objekte dhe i ankesave, i protesta, që qoftë rasti i Zvërnecit apo i rasti i investimet për zonat e mbrojtura apo ato të ligjin për zonat malore. E kështu me radhë si tillë përballë këtij presioni normalisht qeverisja reflekton duke marrë për bazë dhe zërin qytetar dhe fakte dhe prova, do të thotë që nga ana formale do të plotësohen të gjitha ato kriteret që lidhen me digjezen apo vendimarrjen përmes pjesëmarrjes, ai që quhet parimi kryesor, dhe në kemi parasysh të gjitha të tjera do të marrin në konsiderat të zë qytetarë. Në këtë sens mendoj që kjo vendimarrje do të shoqërohet me prova dhe me fakte, por që është shumë vështirë që të rishikohet ndonjë vendim përposa atyre të cilët ende janë në fazën e diskutimeve apo në fazën e mos